Historia e Suzy Perez është vërtet zemërthyese. Në fillim të viteve 2000, ajo ishte një nga modelet dhe kërcimtaret më të famshme, duke zbukuruar kopertinat e revistave dhe duke performuar si kërcimtare mbështetëse në videoklipe për artistët më të mirë. Por një telefonat fatale ndryshoi gjithçka, duke kthyer jetën e saj përmbys. Sot, ajo është e panjohur nga gruaja manitëse që dikur ishte. Ajo tani jeton në rrugë, kërkon ushqim në mbeturina dhe lyp para. Si përfundoi jeta e saj kështu dhe ku është ajo tani? Shihni videon e plot për të zbuluar. Mos harroni të pëlqeni videon, të abonoheni në kanal dhe të klikoni ikonën e këmbanës për të marrë njoftime kur ngarkojmë një video të re. Le të vazhdoj. Suzy Perez lindi më 2 nëntor 1979 në Santo Domingo, Republika Dominikane. Që në moshë të re ajo ishte marrëgjepsur nga bota e modës, duke kaluar orë të tëra duke imituar supermodelet në televizor dhe duke praktikuar ecjen e saj në pasarel para pasqyrës. Ajo gjithashtu kishte një pasion të thellë për kërcimin, duke mësuar lëvizje nga videoklipe dhe duke ndërruar të performonte në skena të mëdha. Për kushtimi saj dha rezultat në moshën 16 vjeçare kur fitoi një konkurs prestigjioz modelingu në vendin e saj. Kjo fitore jo vetëm që i dha një shtys karrierës së saj të modelimit, por gjithashtu hapi dyert për industrinë e argëtimit. E vendosur për të arritur lartësi më të mëdha, ajo është vendosur në New York, ku shpejt bëri emër. Me fytyrën e saj angjëllore, lëkurën kafe të ndritshme dhe fizikun e skalitur, ajo u bë e preferuara e fotografëve, duke siguruar kontratë pas kontrate. Në vitet 1990, Suzy ishte një nga modelet më të kërkuara, duke u shfaqur në revista të njohura si Black Man SSX, por ajo kurrë nuk praktisi dashurinë e saj të parë, kërcimin. Talenti i saj i padiskutueshëm tërhoqi vëmendjen e industrisë së muzikës, duke çuar në kontrata të mëdha si kërcimtare mbështetëse për artistët më të mirë të viteve 2000, përfshirë Jennifer Lopez. Bashkëpunimi i saj me J-Lo u bë një pikë kthese në karrierën e saj, duke i mundsuar të punonte me disa nga emrat më të mëdhenj në industri, si këngëtari kanadez Glenn Lewis, Pharrell Williams, Diddy dhe shumë të tjerë. Gjatë kësaj kohe, kur karriera e Suzyt ishte në kulmin e saj, pasuria e saj thuhet se arrinte në miliona. Ajo vërtet po jetonte ëndrrën. Gjithashtu përjetoi gëzimin e mëmësisë me djalin e saj të dashur Sena. Por lumturia mund të jetë e përkohshme. Bota e saj u shem kur humbi nënën e saj, personin më të afërt. Kjo humbje shkatërruese e coptoi atë duke shënuar fillimin e rënies së saj, sikur ëngjëlli i saj mbrojtës e kishte braktisur. Me zdimjes së saj, Suzy mori atë që dukej si një mundësi e artë. Një telefonat nga një agjenci modelingu prestigjioze italiane që i ofronte një kontratë ekskluzive 2 vjeçare me vlerë miliona. Pa hezitim ajo pranoi, duke besuar se kjo do ta çonte karrierën e saj në lartësi të reja. Por ajo nuk e kishte idenë se kjo agjenci ashtu quajtur modelingu ishte një kurth. Në të vërtetë ajo ishte një fasadë për një rrjet prostitucioni me lidhje me mafjen italiane. Jeta e saj glamoroze u kthye në një mangth. Për vite me radhë, Suzy u mbajti e burgosur nga shfrytëzuesit e saj, duke duruar tortura dhe abuzime të paimagjinueshme. E izoluar nga bota, ajo humbi ndjenjat në kohë. Ditët u shkri në net, muajt në vite. Askush nuk dëgjoi prej saj, askush nuk e pa atë, ajo thjesht u zhduk. Modela dhe kërcimtare diku rrezatuese u thye në çdo mënyrë, fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht. Për ta mbajtur në kontroll, kapsit e saj e droguan rënd, duke e shtyrë më thellë në varësi. Fatmirësisht Suzy përfundimisht arriti të shpëtonte, por deri atëherë dëmi ishte bërë. Karriera e saj dikur e lullzuar kishte mbaruar dhe varësia e saj kishte marrë kontrollin e jetës. Deri në vitin 2007, ajo po jetonte në rrugët e New Yorkut. Humbi gjithçka me një shpejtësi alarmante, duke u bërë shpejt e pas tre, pa punë, pa mbështetje dhe pa askënd ku të drejtohej. Ditët e saj u bën një rutinë e dhimbshme, lypje për para për të bler drogë dhe kërkim në mbeturina për ushqim. Ndërsa ende në rrugë, askush nuk mund ta imagjinonte se kjo grua e dobët dhe e thyer ishte dikur një yll i ndritshëm i industrisë së argëtimit në vitet 2000. Ajo dukej dekada më e vjetër se mosha e saj aktuale. Trupi dhe shpirti i saj ishin tërësisht të thyer. Nuk kishte deri në vitin 2019 kur fati ndërhyri. Gelena Solano, një reportere për emisionin Univision El Gordo i La Flaca, e vuri re Suzyn rastësisht dhe u trondit nga gjendja e saj.
E vendosur për të ndihmuar, Gelena ju ofroi asaj duke ndezur një bisedë emocionale që shpejt u bë virale. Gjatë intervistës, Suzy rrëfeu me lot në sy tmerret që kishte duruar, mashtrimin, abuzimin dhe si humbi gjithçka. Por zbulimi më zemërthyes ishte se ajo nuk kishte parë djalin e saj prej vitesh. Kur lajmi për fatin e Suzit u përhap, ai përfundimisht arriti te familja. Ata u mbushën me emocione, sidomos djali i saj, i cili ishte ndar nga ajo që kur ishte vetëm 7 vjeç. Vetëm 3 ditë pas transmetimit të intervistës, ribashkimi shumë pritur ndodhi, pikërisht para kamerave. Suzy dhe djali i saj u përqafuan fort. Lotët u rodhën në fytyra ndërsa ajo i kërkoi falje për mungesën. Tani një i ri, Sena, shprehu dashurinë e tij për nënën pavarësisht gjithçka që kishte ndodhur. Nga ai moment, familja e saj e bëri misionin e tyre të rregullt, duke mos u dorëzuar kurrë ndaj saj. Të prekur nga historia e Suzit, shumë njerëz gjithashtu donin të ndihmonin. Përfundimisht, djali i saj nisi një fushat GoFundMe për të mbledhur fonde për rimëkëmbjen e saj. Në fillim Suzy rezistoi të pranonte ndihmën, por shpejt e kuptoi se ishte gati të luftonte, jo vetëm për veten, por për djalin e saj. Në moshën 39 vjeçare, ajo u shtrua në një spital ku mori një diagnozë shkatërruese, kancer gjiri. Pavarësisht kësaj, ajo mbeti e vendosur për të shëruar. Me paratë e mbledhura, ajo hyri në një qendër rehabilitimi, mori terapi dhe për herë të parë pas vitesh, kishte një vend të sigurt për të quajtur shtëpi. Ngadalë për sigurt, shëndeti i saj u përmirësua. Ajo fitoi peshë dhe transformimi i saj ishte jashtëzakonshëm. E inkurajuar nga përparimi i saj, ajo madje krijoi një faqe në Instagram për të ndarë udhëtimin e saj me ata që e kishin mbështetur. Duket sikur e ardhmja e Suzit përfundimisht po dukej më e ndritshme. Megjithatë, rruga për të kapërcyer varësinë rrallë është e qetë. Ajo rikthyer në varësi një herë, pastaj 2 herë, por ajo vazhdoi të përpiqej dhe të dashurit e saj kur nuk hoqën dorë nga ajo. Në total, ajo kaloi nëpër 6 qendra rehabilitimi, pastaj një ditë, pas 36 postimeve në Instagram, ajo papritmas u zhdu nga rrjetet sociale. Ndjekësit e shqetësuar filluan të pyesnin për përditësime, duke u frikësuar nga më e keqja. Përfundimisht, ishte djali i saj që dha lajmin zemërthyes në Twitter. Ai shprehu mirënjohje për mbështetjen që nëna e tij kishte marrë, por zbuloi të vërtetën shkatërruese. Ajo kishte rënë përsëri në varësi dhe ishte kthyer në rrugë. E vlerësoi mbështetjen që po jepnin në nësime, por ajo po i përdor paratë që i jepnin në rrugë për të blerë drogë. Ajo ka refuzuar strehimin dhe qëndrimin në psikiatri për të vazhduar të përdorë drogë. Ajo është e rritur dhe mund të japë pëlqimin për veten e saj. Ne nuk mund ta detyrojmë të marrë ndihmën që i nevojitet, shkroi ai. Sot Suzy Perez endet në rrugët e New Yorku duke luftuar me varësinë e saj. Sipas djalit, ajo mbijeton duke mbledhur ushqim nga mbeturina dhe her pas here duke lypur. Çdo para që merr ka të ngjarë të shkojë për të mbajtur varësinë e saj. Pavarësisht përpjekjeve të shumta për ta ndihmuar, vazhdon të refuzojë trajtimin, duke i lënë ata që e duan me asgjë tjetër veç shpresës se një ditë ajo do të zgjedhë të luftojë përsëri për veten e saj. Historia e Suzit është një shembull zemërthyes se sa shpejt mund të ndryshojë jeta e dikujt. Ajo dikuri kishte të gjitha, bukurinë, paratë dhe një jetë të mirë, por i humbi në një çast. Kjo është një kujtesë për të gjithë që të jenë mirënjohës për jetën që kanë, pasi kurrë nuk e kupton vërtet sa e çmuar është derisa të zhduket. Çfarë mendoni për këtë histori zemërthyese? Dani mendimet tuaja në komente. Dhe kjo është e gjitha. Nëse ju pëlqeu videoja dhe doni më shumë si kjo, siguroni të lini një pëlqim më poshtë në shenjë vlerësimi. Dhe nëse nuk e keni bërë tashmë, duhet vërtet të abonoheni. Abonohuni në kanal dhe prekni ikonën e këmbanës që të njoftoheni kur ngarkojmë një video të re çdo javë. Shihemi në videon e ardhshme.